falënderimet I takojnë Allahut xhalla shanuhu, atë falenderojmë, prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë faljen për veprat dhe veset tona të liga, atë që Allahu xhalla shanuhu e udhëzon rrugë të drejtë nuk ka humbje për të, ndërsa ai njeri që jeton në humbje nuk ka udhëzim për të përveç udhëzimit të Allahu xhalla shanuhu. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka Zot që meriton të adhurohet me të drejtë pas Allahut. Atij I takon I gjithë pushteti dhe I gjithë adhurimi. Njëkohësisht dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi, paqja mëshira Zotit qoftë mbi të, është rob dhe I dërguar I Zotit. Allahu e dërgoi mëshirë për gjitha botrat, e dërgoi që njerëzit t'i largojnë nga errësirat e ndryshme në dritën e vetme të Islamit. Të nderuar vëllezër, jemi duke jetuar në hijen e fjalëve të Zotit dhe të pejgamberit alayhi salatu wassalam në lidhje me dërgimin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, e që tham se Allahu xhalla shanuhu tha se nuk e kemi dërguar Muhamedin vetëm mëshirë për gjitha botrat. Muhamedi alayhi salatu wassalam, I cili u kujdes për gjitha shtresat njerëzore, e veçanërisht kujdesi I tij është I veçantë për fëmijët e vegjël, duke pas parasysh se ata ishin të dobët dhe kishin nevojë për përkrahje dhe kishin nevojë për motivim që në mënyrë që të forcohen dhe të bëhen njerëz të mëdhenj kur të rriten. Për këtë, sot do të ndalemi me një rast kur pejgamberi alayhi salatu wassalam, një djalë të ri, djalin e axhës së tij, Abdullah ibn Abbasin, Zoti qoftë I kënaqur me të, një ditë e mori dhe e hypi mbrapa shpinës së tij në mjetin që ata udhtonin. Dhe I tha: "O djalosh." Abdullahu tha: "Të përgjigjem ja Rasulullah." I tha pra pejgamberi alayhi salatu wasalam: "O djalosh." I tha: "Të përgjigjem ja Rasulullah." E përsëriti për tretën herë, tha: "O djalosh." I tha: "Të përgjigjem ja Rasulullah." Kur thirr si thirr 3 herë, ka për qëllim I treguar dëgjuesit se ajo çka do t'i thotë është shumë e rëndësishme. Prandaj le të ndëgjon me kujdes dhe le të koncentrohet mirë. Pastaj I tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Unë dëshiroj që me t'i mësu disa fjalë. Dëshiroj me t'i mësu disa fjalë." E që dietarët Islam kur e kanë shpjeguar këtë hadith të tij, kanë thonë se është prej haditheve më të çuditshme, prej fjalëve gjithëpërfshirëse, prej atyre gjanave të cilat janë çelësi I jetës për njerëzit në përgjithësi, mirë po janë gjëra të cilat e forcojnë një djalosh të ri dhe I hapin diapazonin e jetës dhe I hapin diapazonin e suksesit për këtë botë dhe botën tjetër. I tha pastaj: "Ihfadhillaha yahfadhuk." Tha: "Ruje Zotin, Zoti do të ruaj ty." Si ta ruaj Zotin? Ruaj urdhnat e Zotit. Ato që Zoti na ka porosit, ke kujdes ndaj tyne. Nëse të ka urdhnu me vepru, veproj ato. Nëse të ka urdhnu me u ndalu dhe mos me I vepru, ke kujdes, mos ju afro atyre. Pastaj tha: "Ihfadhillaha tajidhu tijahak." Tha: "Ruje Zotin, ke kujdes ndaj urdhnave të Zotit, se nëse je I tillë, Zotin çdo herë do ta gjesh pranë. Ndihimin e Tij vazhdimisht do ta kesh pranë teje." Pastaj tha: "Wa'lam", dhe dije se, dhe kërko, nëse kërkon ndihmë prej dikujt, kërko prej Zotit. Nëse e lut dikant, lutë Zotin xhalla shanu, dhe dije se nëse I gjithë populli dhe gjithë njerëzit do të grumbullohen kundër teje me të bëu dëm ty, dije se s'kan me të bëu dëm dhe s'kan me të dëmtu, vetëm atë sa Zoti xhalla shanu ka vendos. Dhe dije se nëse krejt njerëzit mundohen dhe përpjeken me të bëu dobi ty dhe me të ndihmu, dije se s'kan me mujt me ndihmu, vetëm se atë sa Zoti xhalla shanu dëshiron ty me të ndihmu. Dhe dije se këto punë kanë marrë fund, nuk ndryshohen më. Këto fjalë ishin porosit e pejgamberit alayhi salatu wassalam për këtë djalosh, I cili pastaj kur u rrit u bë komentuesi më I madh në historinë islame të Kur'anit. Nuk ka njeri pas pejgamberit alayhi salatu wassalam që e ka njoft Kur'anin më mirë. Për arsye se edhe për këtë pejgamberi alayhi salatu wassalam u lut për këtë njeri dhe I tha se: "O Zot, shtoja këtë njeriu diturin dhe bëje që të njoh Kur'anin mirë." Ky ishte Abdullah ibn Abbasi.
dëshiroj pejgamberi alayhi salatu wassalam që si djalosh i ri mos të lejoj ai që të merret me gjona me lojna të shumta, edhe pse ato në parim janë të lejume, mirë po dëshiroj që atë prej rinis ti lidhja me Zotin tjetë e fortë. Ti jep me kuptu ati se Zoti Gjellëshanu vazhdimisht e përcjell. Tha, ruje Zotin, Zoti të runë ty. Dije se Zoti është duke të përcjell. Zoti vazhdimisht sheh dhe ndëgjon atë që vepron ti. Prandaj, ruje ato për cilat Zoti Gjellëshanu të ka porosit. Ki kujdes, për këtë dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë që ai që e fal namazin e sabahit është në mbrojtjen e Zotit deri në akşam. Pra, ruje namazin e sabahit, kështu dëshiron me mësu, se ai që e ruan namazin e sabahit, pra është në mbrojtjen e Zotit deri në mbrëmje. Prandaj, sikur i ri kur ne si familjar, si prindër, si vëllezër, i mësojmë të veçlit tonë, i mësojmë familjar tonë që vërtet me i rujt urdhnat e Zotit është prej sukseseve cilat e çojnë këtë botë dhe botën tjetër. Edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë që prej porosive cilat e marrim, prej mësimeve cilat i marrim nga kjo porosi është se duhet me ju mbështet Zotit vazhdimisht, se ai tha, nëse kërkon ose nëse e lut dikan lutë Zotin. Nëse kërkon prej dikujt diçka, kërko mas pari prej Zotit. Pra me ju mbështet Zotit vazhdimisht. E për këtë ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush i mbështetet Zotit ashtu siç duhet, Zoti Gjellëshanu e furnizon ata siç i furnizon zogjet. Në mëngjes ata dalin të uritur, mirë po kur kthehen në mbrëmje, kthehen me borxhe plot dhe të ngopur. Kjo është porosia e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe kjo do të jetë porosia dhe e jon. Fatkeqësisht, në kohën që jetojmë, prindrit, vëllezërit, familjarët mundohen që fëmijëve të vegjël me ja u plotësu të gjitha dëshirat. Mirë po dëshirat e tyre nuk përkojnë me atë që ata i edukon, i kultivon dhe i kalit i bën njerëz të fortë. Mirë po dëshirat e tyre vazhdimisht, ndoshta shumicën e rasteve, veç në rastet veçanta të rrallta, janë që vërtet i morrin edukimin e duhur. E morrin edukimin edhe mësimit për Zotin Gjellëshanu, për njohjen e Zotit, nevojën për njohjen e madhështisë së tij, njohjen se ai është një, ai është që i furnizon familjen e tij në mënyrë që ai fëmijë të rritet dhe të edukohet duke njohur Zotin. Mirë po jo të rritet dhe të edukohet, mirë po bëhet njeri që s'ka qëllim në jetë, për arsye se njohja e Zotit është qëllimi final, është njëkohësisht edhe themeli dhe baza për një ndërtim të edukatës së mirëfill. Pra kur njeriu dhe fëmiu edukohet duke njohur Zotin, duke njohur ligjet e tij, duke njohur urdhnat dhe ndalesat e tij, ai ka vendosur themel të fortë. Mirë po ai fëmijë, ajo familje që rritet duke mos pas qëllim njohjen e Zotit dhe udhërimin e tij, ajo patjetër se është duke u ngritur në një themel shumë të dobët. Për arsye se tani, nëse nuk është qëllimi i fëmijut dhe i familjes në jetë Zoti i Madh, dhe adhurimi i tij, njohja e tij, ruajtja e rregullave të tij, ai pastaj do t'i vendos disa rregulla tjera vet. Shoqëria, familja, rrethi ku jeton do t'i vendosin rregulla tjera. Prandaj vërtet ky hadith, ky mësim duhet të jetë para syve tonë, para syve çdo familjari, në mënyrë që ti tregoj fëmijët vet, para se të mësoj çdo fjalë, të mësoj fjalën e nanës dhe babës, ai duhet të njohë Zotin. Për këtë dietarët islam kanë thonë se vërtet kur prindrit e marrin lajmin se ata janë duke e prit një fëmijë, ata janë duke prit një fëmijë me ardhur në jetën e tyre, në familjen e tyre, ata duhet të përgatitin terrenin dhe atmosferën që ai fëmijë të ketë të jetë në shoqëri islame. Si mundet kjo? Edhe dietarët ashtu shkencëtarët kanë vërtetuar se nëse fëmiu në barkin e nanës jeton, pra nana kur është shtatzon, jeton me ndëgjim të Kur'anit, me namaz, me adhurim të Zotit vazhdimisht,
ai fëmijë do t'i merr këto tipare, do t'i merr këto cilësi. Ndodh që nana që vazhdimisht e kanë dëgjuar një sure të Kur'anit kur ka qenë shtatzon, fëmia kur ka lind dhe ka fillu me fol, e ka pas shumë ma let me mësua të sure të Kur'anit. E fatkeqësia është që shumica nana ndoshta nuk dinë me u fal, nuk dinë me ndëgju Kur'an, po ndëgjojnë diçka tjetër. E pastaj fëmia kur po rriten e po edukohen dhe po nisin me mësu, po i mësojnë ato gjona që ndoshta nana atyre vazhdimisht i kanë dëgjuar dhe kur ka qenë ai mbarkun e nanës tij. Prandaj, nëse vërtet ne i marrim mësimet e pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe i mësojmë fëmijët tonë të vegjël, i mësojmë ata siç e përmendim edhe javën e kaluar se ai vazhdimisht i ka prezantuar ata në xhami, edhe ne do të mundohemi të porosisim ata që të vinë në xhami. Tash alhamdulillah kemi 2 herë në javë kemi mësim në xhami, prandaj ju kisha porosit për hir të Zotit xhelleshanu që mos hezitoni. Fëmijët e ju porositni që të vinë në xhami. Nëse nuk keni shumë njohuri, atëherë alhamdulillah është vendi shumë i përshtatshëm që fëmijët tonë, brezat tonë tashëm të edukohen ashtu që Zoti xhelleshanu na ka porosit. E lut Zotin xhelleshanu që vërtet familjet tona, fëmijët tonë, pasardhësit tonë të jenë njerëz që edukohen në frymën e Zotit xhelleshanu dhe në historinë e pejgamberit alayhis salatu wassalam, në mënyrë që ata të kenë sukses në këtë botë dhe të jenë shpëtuar në botën tjetër. Aqulu qouli hadha wastaghfirullaha li